Faleminderit herë që keni ardhur. Më kishte ftu Greqia mu një herë me bë një shfaqje, por tu ka qenë edhe një djalë shumë i mirë, Laert Vacili. Se Laerti është edukuar dhe nga Margarita shumë, që ishte shumë e zoja, ajo me i dhanë talent. E vlerësonte shumë. Edhe atë vlerësim që patëm ne, ai na pagoi me talentin e tij. Dhe faleminderit atij që më ka kujtu gjithmonë me simpati. Unë du të përshnes Laertin, kam dëshirë të shoh, kam mall, Laerti pas të rrugën e mbarë, e sukseset mëdha, i uroj shnet, talent, edhe tinkën mos ta harroj kur. Kam pas shumë probleme, kurse kam pas këtë fatin tjetër, që unë erdhe në këtë shtëpi, që e shifni dhe ju që është një mrekulli, po për mua ishte një tragjedi. Edhe dosha një esër t'iki, sa ma parë. Kurse unë të shqetësëm kur ma me i, sepse këtu ka njerëz të mrekullueshëm, këtu ka ambient shumë bukur. Më jenë shumë mirë kur ju kushtoheni shumë artistave, sepse ne jemi të numërum një jetës që, ja, na iku Margarita. Se në era një dhimbje të madhe vdekja Margaritës. Dhe për mu ka qenë një tronditje jashtëzakonshme, sepse unë kam fitu nga ajo. Ne jemi artistë që shërbejmë kombit, nuk merremi me politikë, nuk merremi me asgjë, merremi me art, duam njerëzit që duan artin, e që na duan ne. Dhe ne do t'i shërbejmë këtij kombi derisa të kemi frymën e fundit. Kaq.